Shpesh kemi ndëgju, doktor Artan, që ka persona që kanë zemrën më të madhe se sa duhet ose se sa është e parashikuar. A janë këta të predispozuar me pas probleme me zemrën dhe intervenimet të tilla që i përmendëm? Në aspektin sentimental, zemrën e madhe është shumë mirë mi pas. Sentimental, po. Në aspektin kardiologjik shumë keq. Është problemi më i madh që ka ndoshta kardiologjia që nuk mund me bëj shumë zgjidhje, me thënë drejtë. Në qoftë se një zemër është zgjënuar shumë, ajo ka ul funksionin dhe në këtë rast shumicën e rasteve nuk bëhet mrekulli, si thua. Për shembull, tek infarkti akut bëhet mrekulli sepse ka një arteri të mbyllur edhe hapim, edhe s'ka pas asnjë problem kur ndoshta në jetë, që është mrekulli e madhe. Kurse të një zemër e zgjeruar nuk mund me pas mrekulli. Pse shumicën e rasteve këto zemra nuk kthehen në formën normale. Dhe ku nuk kthehen normale, mbesin ashtu të zgjeruara me funksioni gjithmonë i ulur. Funksioni i ulur nuk e kryen punën e zemrës si duhet. Mos kryerja e punës si duhet nga zemra bën probleme të mëdha, qoftë lodhje, qoftë frymëzanie, qoftë probleme me çrregullime të ritmit. Pra, qoftë çrregullime të ritmit, pastaj komplikime tjera siç është sulmi në kokë dhe kështu në tru e kështu me radhë. Pra, për këtë arsye do thotë zemra e madhe është një sëmundje që ne i themi kardiopati dilatative, që zgjidhjen përfundimtare ka transplantimin e zemrës. Pra veç me ndru zemrën krejt sepse një që është. Edhe pse ka trajtim medikamentoz, pastaj trajtimin siç e përmendën më herët me ICD-min CRT, pra me pajisje, dhe e fundit është transplantimi. Pra në këto raste domethënë në qoftë se ka ra shumë funksioni zemrës, është zhgjenuar shumë dhe përkundër gjitha këtyre masave që kemi marrë, nuk kemi arritur që pacientin ta bëjmë aktiv për jetë përditshme tine, pastaj është transplantimi i zemrës. Besoj që hyn në këtë pjesën e intervenimeve edhe personat që edhe lindin me vrim në zemër dhe intervenohen pastaj për të vazhduar jetën. A kanë një jetë më ndryshe, hapa tjerë që duhet përcjellen? Problemet sëmundjeve kongjitale. Unë po tham në termin e popullit. E qartë. Problemet e kongjitale të zemrës, të lindurat të zemrës janë të ndryshme. Në qoftë se është vetëm një vrim e zemrës, e cila nuk ka shkaktuar probleme të mëdha, pra nuk e ka zgjeruar zemrën ose një dhomë të saj, këto zakonisht bëhen intervenime qoftë perkutane që i bëjmë neve, që tash i kena filluar në çkokë, që janë amfacera që vendosen, të fëmia vinë ekspertat nga jashtë që i bojnë në çkokë që sa vjet, edhe bëhet një punë shumë e madhe. Të mëdhajt, domethënë e bëjmë ne, gjithashtu me mendimin e proktorëve, dhe në qoftë se është vetëm ajo vrim që nuk ka bë asnjë problem, ky është trajtim që se ka ata fëmijë ose ata persona që e bëjnë se kanë asnjë problem kur në jetë. Po në qoftë se ka sëmundje të lindra të komplikuara të zemrës, siç është tetralogjia fallat ose transpozicioni arterëve të mëdha, atëherë do thotë ata kanë intervenime kardiokirurgjike, ata mundën me pas edhe pasojë antarme. Mundën me pas, varsisht prej kohës së intervenimit ose vetë komplikimit të sëmundjes së lindër të zemrës.